Le të flasim për një revolucion në stërvitjen e sportistëve, SensoPro. Si mund të stërvisësh koordinimin, forcën dhe fuqinë një herësh? SensoPro duket se ka një përgjigje. Ky sistem e ridefinon stërvitjen, sepse kombinon trupin dhe mendjen në një mënyrë unike. E pabesueshme apo jo? Një stërvitje e plot dhe super efektive në vetëm 20 minuta. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për muskujt, këtu punohet për gjithçka: koordinim, forcë, shpejtësi. Sekreti, platforma lëvizje që detyrojnë çdo muskull të punojnë në harmoni. Ky është avantazhi kryesor: stërvitja e hardware-it, pra trupit, dhe software-it, pra mendjes. Hardware-i, sistemi nervor, muskujt. Software-i, përqendrimi, vullneti. Të dyja thelbësore për atletët. Kjo quhet parandalim inteligjent i dëmtimeve. Përmirëson ekuilibrin dhe shkaktësinë për të mbetur pa lëndime. Rezultati? Atlet më rezistent, jo vetëm në sport, por edhe në jetën e përditshme. Dhe nuk është thjesht teori, profesionistët e përdorin. Klube si FC Zurich i besojnë këtij sistemi. Ky citat thot gjithçka, nga sportisti elitar deri te pacienti me Parkinson. Jashtëzakonisht fleksibël. Lëvizjet unike sprints dhe waves janë intensive, por pa e dëmtuar as pak trupin. Pra, a është ky hapi tjetër në zhvillimin atletik? Të gjitha të vënat çojnë drejt një poje të madhe.